Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahu jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam i dërgojm, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Nëse ju kujtohet vëllezër, jemi në ndodhitë e vitit të dytë të hijretit. Gjithsesi ka kaluar një vit nga hijreti i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Mekja në Medinë dhe ka ndodhur disa lëvizje në disa rrafshe. Dhe në ligjëratën e kaluar vetëm se kemi përmend lëvizjet ushtarake. Fillimi në lëvizjeve ushtarake, e cila kuptohet ka ardhur pas lejesës së luftës, sepse lufta për musliman deri në atko ishte ndaluar. E Allahu xhalla xjalaluhu u lejoi atyre luftën në etapat të cilat i përmendëm dhe treguam ekspeditat e para dhe betejat e para në të cilat mori pjesë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, kujt i kujtohet tham që viti i parë dhe i dytë i hijretit as pak nuk ka të bëjë me pushimin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, këto 10 vitet e fundit të dërguarit Allahut alaihi salatu wasallam do të jenë plot aktivitet në gjitha rrafshet e jetës. Dhe ne përmendëm vetëm se fillimin e aktivitetit në aspekt ushtarak. Por ama rrafshet tjera të njëjtën kohë kanë qenë të plota me aktivitet, kanë qenë të plota me zhvillime të cilat kanë pat ndikim në jetën shoqërore, në jetën individuale të muslimanëve. Dhe unë sot do të përmendi dy gjëra, të cilat kanë ndodhur në vitin e dytë të hijretit, dhe të cilat janë të rëndësishme për mua dhe për ty përpara se të jenë të rëndësishme për sahabët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E para prej këtyre gjërave është ndryshimi i kibles. Ne sot të gjithë falemi drejt el Mesjid el Haram, Ka'bes, apo? Mirë, po të gjithë e dinë që nga ardhja e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, si pejgamberi Allahut, deri në vitin e dytë të hijretit, gjithsesi deri në vitin në muajin Rajab të vitit të dytë të hijretit, muslimanët janë fal drejt Beit el Maqdis, drejt Jerusalemit të sotëm ose Kudsit. Dhe ky namaz, të cilin e kanë bërë musliman, qoftë kjo kur ka qenë namazi 2 namaze në ditë në Mekë, në fillim deri në vitin e 10 të pejgamberisë dhe pas vitit të 10 të pejgamberisë, gjithsesi pas Isras dhe Mi'rajit, muslimanët kështu janë fal. 2 kohë namaz, pastaj 5 kohë namaz, namazi i tyre ka qenë drejt Beit el Maqdis. Dhe kështu është falë dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe drejtimi ka Beit el Maqdis ka simbolik të madhe. Se Allahu xhella xjalaluhu me këtë gjë e urdhëron të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të bënë një gjest në Mekë, i cili në Mekë as pak nuk ishte i pranueshëm, sepse arabët e asaj kohe madhronin Ka'ben mbi gjitha simbolet tjera të madhruara fetare. Po, ato kishin idhujt e tyre, Ellat wal Uzza wal Manat. Megjithatë, madhrimi i tyre i Ka'bes ishte mbi gjitha madhrimet të cilat u bënin ato idhujve të tyre. Dhe fakti që Allahu xhella xjalaluhu e urdhëron pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam që të drejtohet ka Beit el Maqdis, që ata ketë kible, konsiderohej si tradhti për banorët e Mekës. Ti në vendin ton, ne madhrojmë Ka'ben dhe e kina kible, vjen ti me fe të re, dhe në këtë fe në re ti ju thon njerëzve që në lutjet tua, namazin tuaj, ju drejtoheni ka Beit el Maqdis. Me fjalë tjera, sikur se i dërguari Allahut sa sikur me ardh në këtë vend dhe po ju thot atyre, kibleja juaj, edhe pse është e dashur tek ne, edhe pse Allahu e do dhe e ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam, këtë kible Allahu xhella xjalalu jashtë Mekës nuk e merr parasysh. Dhe afërsia jon tashmë me hebrejt dhe të krishterët është shumë më e madhe se sa afërsia me ju. Edhe kështu është. Për shkak se në parim hebrejt dhe të krishterët pretendojnë që janë pasues të kujt? Të Ibrahimit alayhis salam. Andaj këto fe quhen si fe abrahamike, edhe pse si ka thënë Allahu xhella xjalalu, s'kam të bëjnë ata me Ibrahimin alayhis salam dhe thirrjen e Ibrahimit alayhis salam, sepse ata kanë devijuar fet e tyre. Allahu xhella ala e pruri të dërguarin e Allahut sa në Mekë që del me këtë gjest dhe tu tregoj njerëzve që po Ka'bja për ne është e madhrishme. Ka'ban e ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam.
megjithatë, ne në namazin ton do të kthehemi ka vendi ka kthehen momentalisht hebrejt dhe të krishterët. Por ama, sa herë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam falej në Qabe, ai e bante Qaben mes tij edhe Beitul Maqdis. Do me thonë Qabja është në jug të Beitul Maqdis. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kthehej ka veriu, po mes tij edhe Beitul Maqdis, Kudsit vendoste Qaben. Shkonte të falet në Qabe dhe u falte në drejtim të veriut. Në drejtim të veriut, që në atë drejtim të falet edhe ka Qabja, të falet edhe ka Beitul Maqdis. Por ama nëse falesh e jashtë Qabes, në shtëpinë tënde, ka drejtohesh, nuk drejtohesh ka Qabja. Po drejtohesh ka Beitul Maqdis, gjë e cila shkaktoi një lloj, do me thonë, revolti tek banorët e Mekës, të cilët po i thoshin dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, ju po pretendoni se jeni pasues të Ibrahimit alayhis salam, po ju nuk e madhroni Qaben siç duhet. Dhe ju falni ka Beitul Maqdis sikur se falen pasues ose idhtarët e librit prej të krishterëve dhe hebrejve. Dhe ndryshimi i kibles tash nga Beitul Maqdis, do me thonë nga një anë, nga anë tjetër totale, kjo do të simbolizojë në Islam një ndryshim të madhrishëm, ajo është sikur Allahu aludon në një çlirim të madh të këtij vendi, i cili në atë kohë ishte në duart e një perandorisë që konsiderohej fuqi botërore, ajo është perandoria romake. Andaj Allahu xhella xhelalu po ju thot besimtarëve që në këtë krizë, në këtë skamni, në këtë fukarallëk, në këtë sulm të gjithë anshëm ndaj muslimanëve, ju thot muslimanëve, tash nga ky ndryshim i kibles, ne nuk e harrojmë kiblen ton të vjetër. Kiblen ton të parë nuk e harrojmë, vëllezër, sikur se s'bën ta harrojmë sot. Kudsi dhe Beitul Maqdis janë kibleja e parë e muslimanëve. Dhe kjo duhet të jetë në zemrën e secilit besimtar. Dashuria jonë për këtë vend është nga se Allahu e ka shenjtruar këtë vend. Është nga se Allahu e ka bërë kiblen ton të parë. Nuk është çështje politike, nuk është çështje qefi, nuk është çështje epshi dhe pasioni dikujt për një vend të largët. Jo, është çështje se Allahu e ka madhruar dhe Allahu e ka bërë të respektueshëm zemrat tona. Andaj ne e duam. Dhe ne jemi me ata të cilat janë zotit e vendit, jo me okupatorët, jo me agresorët, jo me pushtuesit e ri, se ky vend ka pa shumë pushtues dhe shumë okupator, gjithë kanë ardhur dhe kanë shku. Dhe rendi i këtyre sot është të vinë dhe të shkojnë, si ka treguar Allahu xhella xhelaluhu. E kur u ndryshua kibla, vëllezër, kjo në Medinë nuk do me thonë se është prit mirë nga gjithë njerëzit. Po para se çojmë reagimin e banorëve të Medinës, çojmë se si e kanë përjetuar sahabët ndryshimin e kibles. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Sallayna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nahwa Beit al-Maqdis 16 shahran." U falem me dërguarin e Allahut alayhi salatu wasallam në drejtim të Beit al-Maqdis në Medinë, do me thonë 16, në transmetim 17 muaj. Pasi erdhëm në Mekë, në Medinë, falni, deri në ndryshimin e kibles ka pat dikundi 16 deri 17 muaj. Dhe sikur se thot Ibn Hajeri rahimahullah, shumica dërmuese dietarëve thonë që ndryshimi i kibles ka ndodhur në muajin Rajab. Do me thonë është muaji Rajab, pastaj Shaaban, pastaj Ramazani i vitit të dytë të Hijretit. Pas asaj thot Allahu na urdhëroi që të drejtohemi namazin ton ka Qabja. Dhe nëse jemi tu fol ne për banorët e Medinës, gjeografikisht, Medinja është këtu, Mekja është këtu, Beitul Maqdis është këtu. Namazi i tyre, do me thonë drejtim total i kundërt nga ajo që e kena bë më para. Nëse sot jemi fal ka veriu, sepse Medinja është mes Kudsit edhe Mekës. Andaj ato janë fal ka veriu, tash duhet namazi i tyre të jetë ku? Ka jugu. Dhe duhet krejtësisht ta ndrojnë anën. Nuk është ndrimi i anës 2 shkallë, 3 shkallë, 5 shkallë. Është ndryshim total i anës së tyre gjatë namazit të tyre. Po ashtu transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij u falshin drejt Beitul Maqdis 16 muaj. Më pas Allahu ndryshoi drejtimin e kibles së tyre. Mirë, po drejtimi ka kibleja, ka Qabja, nuk ka ardhur pa pritmas. Dhe Allahu aludon në këtë gjë në mënyrën se si i flet të dërguarit të tij. Pas ardhjes së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ishte përmalluar që të falet ka Qabja. Se shumica e namazeve të tija ishin në Qabe.
dhe mes tij dhe Bejtul Maqdis e kishte Qaben. Do me thënë, ai u falte në Qabe, përpara Qabes, dhe u drejtohej tek Kaveriu, ama përpara tij ishte Qabja. Dhe këto muaj të tëra në të cilat i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam falet në Medinë nuk ka Qabe. Qabja është pas shpine. E Allahu Gjelle Gjelaluhu po i përmend dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam që ne i dim ndjenjat tua dhe ne e dim qefin tënd o Muhammed. Ne e dim se ti don që qibli atjet ka Qabja. Sepse arabët e asaj kohe madhronin Qaben shumë më shumë se sa që madhronin Bejtul Maqdis. Kjo e para. E dyta, e dinte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me shpallje prej Allahut se vendi më i dashur i Allahut në këtë tokë është Qabja. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam gjatë daljes së tij nga Mekja, çfarë i drejtohet Mekës dhe i thotë: "O Mekë, ti me të vërtet je vendi më i dashur tek Allahu. Dhe nëse banorët tu mos më kishin përzon, mos më kishin dëbu, s'kisha dal asnjëherë prej teje, asnjëherë." E këtë e di i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj thotë, ky është vendi më i dashur i Allahut. Dhe kjo xhami është xhamia ku sevapet janë shumë më të mëdha se namazi në çdo xhami tjetër. Pastaj vjen xhamia e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, pastaj vjen Bejtul Maqdis. Pastaj vjen Bejtul Maqdis. E kështu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, këto ndjenja, ai lë të qeta mbrencinë e tij apo jo? Jo, nuk i lit qeta. Këto ndjenja ja shpreh Allahu Gjelle Gjelaluhu. Madje Allahu tregon për shikimin e dërguarit Allahut alaihi salatu wasalam dhe drejtimin e vazhdueshëm të tij me shikim ka qielli. Dhe tregon për lutje që ja bënte Allahu që Allahu ta ndryshoj këtë qible. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam falin Mekë nahwa Bejtul Maqdis, në drejtim të Bejtul Maqdis, wal Ka'batu bayna yadayhi, ndërsa Qabeja ishte mes tij edhe Bejtul Maqdis. Wa ba'daha hajara ila al-Madinati, dhe më pas bëni hijret drejt Medinës dhe kështu u fal për 16 muaj tjera dhe më vonë Allahu Gjelle Gjelaluhu e ndryshoi drejtimin e qibles. Allahu Gjelle wa Ala më pas do t'i zbret ajete pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, në të cilat ajete Allahu i thot kështu të dërguarit të tij të dashur: "Qad nara taqallub wajhika fi as-sama", ne e shohim drejtimin e fytyrës tënde ka qielli. Ishte prej sunetit pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam që ai shikon ka qielli. Nga se shikimi në qiell është shikim në diçka madhështore, e cila e përkujton njeriu për madhështinë e atij i cili ka krijuar këtë qiell. Për këtë shkak Allahu Gjelle Gjelaluhu po ju thot besimtarve, në krye të së cilëve ishin sahabet si Ebu Bekri dhe Omeri, mirë po ju drejtohet po ashtu edhe mos besimtarve: "A antum ashaddu khalqan am as-sama banaha", a ju jeni më të rëndë për të krijuar apo qielli, të cilin Allahu e ndërtoi? Dhe shikimi në qiell e bën njeriu që të përkujtoj madhështinë e krijuesit të këtij qielli, i cili është shumë kompleks në krijim dhe shumë madhështor. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shpeshtonte shikimin e tij drejt qiellit. Por ama me gjithë këtë shikim të shpesht në qiell, Allahu e veçon një periudhë të veçantë. Ajo është periudha përpara se të ndryshojë kibleja. Andaj Allahu i thot pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam: "Qad nara taqallub wajhika fi as-sama", ne e shohim shikimin tënd drejt qiellit, e shohim fytyrën tënd në drejtim të qiellit, dhe këtë e bënte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me dëshirë që: "O Allah, ti e din brendsinë time, e din dëshirën time, e din se unë dua që të falem ka Qabja." Vazhdon Allahu dhe i thot: "Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha", ne do të japim atë qible e cila të kënaq ty o Muhammed. Ne do të japim ty atë qible e cila të kënaq ty. Ande Allahu e ndryshon qiblen e gjithë besimtarve deri në ditën e gjykimit, për shkak të dëshirës së flakt të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, i cili donte që kjo qible të jetë nga Bejtul Maqdis në Qaben e madhrishme, për të cilën tham që e dinte i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam se është vendi më i dashur tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pastaj Allahu i thot pejgamberit Allahut: "Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram". Tashmë ke kthy shikimin tënd, fytyrën tënde ka qielli. Tash ktheje fytyrën tënde shatr al-masjid al-haram, në drejtim të Mesxhidil Harami, do me thënë në drejtim të xhamisë së Qabes. Dhe ky ajet është ajeti në të cilin ndryshohet kiblja.
Dhe kush ka qenë namaz dhe është falë në Medinë në drejtim të veriut, është dash kthehet në moment kur ta dëgjoj këtë ajet në drejtim të Mesxhidil Haramit, do me thënë në drejtim të xhamisë së Qabes. Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, dhe kudo qofshi, në xhami, jashtë xhamisë, në Mekë, jashtë Mekës, në Medinë, në Beit el Maqdis, ku t'jeni, fawallu wujuhakum shatra, drejtoni fytyrat tua në drejtim të el Mesxhidil Haram. Thot Ibn Kathiri rahimahullahu taala, më e njohur është se namazi i parë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e fali në drejtim të Qabes. Ena tu fol 16 muaj, 17 muaj. Cili është namazi i parë në të cilin pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tash është fal nga veriu për ka jugu. Thot Ibn Kathiri, më e njohshmja është se namazi i parë të cilin e ka bëj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në drejtim të kibles së re, Qabes, ishte namazi i qindis. Ishte namazi i qindis. Për këtë arsye, lajmi të banorët e Kubas mbëriti në kohën e namazit të sabahut. Në Medinë është fali qindia. Po në Kuba, e cila është fshat prej fshatrave të Medinës, derisa është përhap lajmit, mbërrijën gjitha lagjet dhe në periferi dhe në përfshatnat e Medinës, aty në ju ka ardhur lajmi ditën e ardhshme namazin e sabahut. Sikur se do ta tregojmë me lejen Allahu xhallahu ala. Atëherë themi që banorët tjerë të Medinës se kanë kuptuar të njëjtën ditë që kibli është ndryshuar, por ama periferia dhe fshatrat, xhamitë e periferisë dhe fshatnave nuk e kanë ditë që kibli është ndryshuar. Ata janë falë ka Beit el Maqdis, sikur se janë falë në të kaluarën. Transmeton Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhuma, thot derisa banorët e Kubas ishin në namazin e sabahut, idh ja'ahum atin, ju erdhi një njeri. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. Të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam sonte i është zbritur Kur'an. Do me thoni ka ardhur diçka prej Allahu xhelle wa ala në formë të urdhresës. Dhe i është shpallur atij që të drejtohenin namaz ka Qabeja. Andaj thot ky njeri, ky bartës i lajmit, prandaj drejtohuni ka Qabeja. Thot ishin të kthyer nga Shami, por ata namaz të sabahut u kthyen në drejtim të Qabes. Kjo ka ndodhur në namaz me banorët e Kubas. E njëjta ka ndodhur, sikur se transmeton El-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, në namazin e iqindis të një prej lagjeve të Medinës. Mirë po ka muhabet cila është kjo lagje e Medinës, a është lagja e cila sot gjendet xhamia e Qibletenit që ka qenë lagja e Banu Sa'ide në atë kohë, apo është lagje tjetër, kjo është muhabet i gjatë. Megjithatë hadithi i cili është hadithi sakt nga El-Bara ibn Azibin thuhet që një prej lagjeve të Medinës ju ka ardhur lajmtar nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam namazin e iqindis. Tash sa e kanë fal namazin e iqindis në Medinë, ka Qabja, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dërguar lajmtar në për xhamia tjera të periferisë se ju duhet falni ka Qabja. Dhe kur ka ardhur ky lajmtar në xhamatin në të cilin janë fal ka Beit el Maqdis, i ka gjetë ata duke u falë ka kibla e vjetër. Andaj ju ka thonë atyre i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, u fal në namazin e tij ka Qabja, prandaj ju musliman ktheuni ka Qabja. Andaj ky xhamat duke qenë në namaz, imami është sill, ka shku prapa xhamatit dhe ata vetëm janë kthy ka ana tjetër. Duke u fal me xhamat. Dhe kjo vëllezër tregon për diçka madhështore. E dini sa hadithin ditë ne e lexojmë? Sa porosin të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam unë edhe ti në ditë e lexojmë në për rrjete sociale, në për libra, në për derse, në për shkurtesa, në për këshilla, në për ku ta di çka. Lexojmë porosit pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, megjithatë këto porosi shpesh i mendojmë se janë të adresuara te ki i cili është afër meje, jo për mua. Te kujshia im, jo për mua. Tek ai tjetri i cili është larg, jo për mua. Këto sahabe, në moment që kanë dëgjuar këtë njeri, o ju musliman, pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, me urdhër prej Allahut, e ka ndryshuar kiblen. Ndryshimi i kibles nuk është çështje e lehtë, vëllezër. Dhe do ta shohim. Nuk është çështje e lehtë ku hajse e ka ndryshuar tamam ne ndryshim. As pak, vëllezër. Ndryshimi i kibles ka pat pasoja shoqërore, ka pat pasoja historike, ka pat pasoja politike në Medinë.
dhe me një fjalë të një thirrsi i cili ka ardhur në emër të dërguarit Allahut, alayhi salatu wasalam, o hoxh, o imam, o xhamat, ka ndryshuar kiblja dhe i dërguari Allahut sa se më shfal nga qabja, pa asnjë konsultim mes tyre. Ndalu pak, kush është ky i cili na thot? Po kjo është i besueshëm? Po ky i cili flet në emër të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, a meriton neve të na sill kështu lajme? Për kësi lajmi ne nuk dëgjojmë njerëzit. Marrin fjalë nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në mënyrë direkte. Asnjëri prej tyre vëllezër nuk i ka shfaqë këtë gjë në namazin e tij. Në moment imami është sill kështu dhe xhamati vetëm është kthik ana tjetër. Kaq. Sam'an wa ta'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanë dëgjuar dhe janë bind ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me një fjalë, jo në mënyrë direkte prej tij. Fjalë të cilën ai e ka dërguar përmes dikujt. Në një prej namazeve pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u falte me mbathje. Ne kemi thonë nalle, apo arabisht i thonë ni'al. U falte me mbathje, të cilat ju ngjajnë sandalleve tona. Nga se xhamia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte as tepi, as tepison. Ishte me rër. Edhe në namaz i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam zbath mbathjet e tija dhe sahabet namaz, pa e pyet pejgamberin Allahut, pse u i dërguari Allahut i zbath? Na tregojshe para namazit, mos namaz. Ata të gjithë zbathin mbathjet e tyre, të gjithë. Pastaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam jep selam dhe kur kthehet thot, çka ju bani ti zbathni mbathjet tua, sandallet tua? Than sahabet, ja Rasulullah, të pam ty që i zbathë me ne, çkaç? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Faluni sikur se më shihni tu fal. Çka çolla, pa asnjë muhabet, pa asnjë filozofim. E ke pa dërguarin Allahut, alayhi salatu wasallam, duhet të ketë sebeb pse e ka bë. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, mua më erdhi Xhibrili dhe më tregoi që në mbathjet e mia ka pa pastërti, andaj i zbatha. Nuk është çështje e cila është e përgjithshme, ishte e veçantë për mua. Por ama a qortoi veprimin e sahabeve? Jo, se në parim sahabet, çfarë pasojnë? Allahun. Këtë veprim që e bën pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk është diçka individuale në të cilën ne nuk e pasojmë. Ne e pasojmë vëllezër. Nga se lumturia e besimtarit është në pasimin e dërguarit Allahut alayhi wasallam. Nga se dëshmia e dashurisë së besimtarit për Allahun është në pasimin e sunetit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj nëse ju me të vërtet e doni Allahun, mua më pasoni, e Allahu do t'ju doj. Andaj, mua më pasoni, këtë thënie e thot pejgamberi Allahut, çdo kujt i cili i thot unë e dua Allahun, e don Allahun, pa dëshmi për dashurinë tënde për Allahun, është pasimi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Kathiri, ky hadith tregon për përsosmërinë e bindjes së sahabeve ndaj Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, si dhe për përuljen e tyre ndaj urdhave të Allahut dhe urdhave të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, fa radiyallahu anhum wa radu an. Allahu qoftë i kënaqur me ata, sikur se ata ishin të kënaqur me Allahun te bareke wa taala. Por ama sikur se tham, kjo ndodhi vëllezër në Medinë nuk do të kaloj thjesht kështu si një ndodhi sekondare. Kjo ndodhi në Medinë do të krijojë një turbulencë dhe një fitnë të re me hebrejt dhe munafiqin, por do të krijojë turbulencë dhe fitnë me Qurayshët e Mekës. Kështu që në momentin e ndryshimit të kibles, Allahu tash na rrëfen komentet e tyre. Se yaqulu sufaha'u minan nas. Allahu e thot këtë për të ardhmen dhe do të thonë mendjelehtët për njerëzve. Këtu njerëzit kanë thonë dietarët e tefsirit përfshihen 3 grupe: munafiqint, hebrejt e Medinës dhe Qurayshët. Do të thonë mendjelehtët për njerëzve prej këtyre 3 grupeve. Edhe pse Allahu ka lajmëruar se ato do të komentojnë kështu, prapa ata kanë komentuar. Para mendoje. Allahu thot do të thonë mendjelehtët prej tyre, ato prap kanë fol. Vetëm për ta dëshmuar vërtetësinë e asaj që i thot Allahu. Se yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Çfarë i bani ata që t'ia kthejnë shpinën qibles të cilin e kishin më herët? Pse? Ku është problemi? Ka diçka këtu që fshihet. Apo komentet e analistëve tonë, për herë ka denise një teori konspirative një basose në fund të Jahudia, apo? Të ne përgjithësi të Jahudia përfundon, sa që hebrejve u është dhënë sot të ne fuqi, sikur se me qenë ata
faktor aq të ndej sikur se me qenë Allahu na rujt pozitën e Allahut ku sikur me haru besimtarët fjalën e Allahut o jem kurune o jem kurullahu wallahu khairul makirin. Ata bëjnë kurtha dhe Allahu bën kurtha dhe Allahu kthen kurthat në formën më të mirë. Andaj kemi zhvesh çdo lloj faktor nga el musebbibu, faktorin më të madh Allahun te bareke teala. Në gjitha hesapet tona janë hesape materialiste, duke harruar ati i cili bën që këto sebepe të mund të funksionojnë në këtë dynja. Tha Allahu, do të thonë me ndjeletët prej tyre, çfarë i kthej ata nga kibla e tyre. Vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot: "Qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib." Kjo është përgjigje. Dhe kjo përgjigje duhet të jetë e pranishme në jetën e secilit prej nesh. Qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Thuaj, të Allahut janë lindja dhe perëndimi. Kur na thot dikush pse agjeroni kështu, të Allahut janë vendimi, i Allahut është urdhri dhe ndalesa. Gjithçka është e Allahut. Dhe unë jam robi i Allahut. Çkaç? Unë jam robi i Allahut. Unë kam mundësi që ta di urtësinë e diçkaje, pse e bëj, po a ka mundësi mos ta di? Ka mundësi mos ta di. Le të tregon dikush për juve pse i bëjmë 2 sejdë në 1 ruku namaz. Nuk e dim. Pse si bëjmë 2 rukuja namaz? Le të na tregon dikush për neve pse e bëjmë selamin kështu si e bëjmë namaz. Pse e bëjmë diçka kështu si e bëjmë në agjërim. E kështu me radhë. Këto gjëra mund t'i di vetëm Allahu te barekutal. Diçka nëse na tregon Allahu, elhamdulillah. Li yatma'inna qalbi, për tu qetësu zemra ime. Jo më shumë. Ai tha Ibrahimi alayhis salam, Allahu jalla wa ala, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta, qala awalam tu'min, o Allah më trego si i ngjall vdekmit. Tha Ibrahim, a nuk beson? Qala bala. Ta po si o Allah besoj, por të më qetësohet zemra. Besimi është, po du diçka pak më të fortë se vetëm ky besim. E Allahu shpesh neve na jep këto isharetet dhe na bën ta kuptojmë shkakun e do adhurimeve për të na u qetësuar neve zemra. Ama plot adhurime nuk i dim, që don për ulësi të plot ndaj Allahut xhelle xhelal. Çka? E jotja është ti parulesh Allahut. E dite, elhamdulillah. Nuk e dite, nuk jemi vetëm se rob të Allahu xhelle wala. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. E Allahu udhzon këtë doj në rrugën e drejtë. Allahu këtë do në udhzon. Me fjalë tjera, fakti që dikush i është bind Allahut në këtë gjë, kible ka ndru, drejtimin në adhurimin më të madh që e bën, 5 herë në ditë. Herën e parë, kur jam falë në Bejtel Maqdis, jam falë me urdhër të Allahut. Dhe herën e dytë, kur falëm Kaqab, jam falë me urdhër të Allahut. Kaq. Dhe Allahu udhzon këtë doj në rrugë të drejtë. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi kjo fitnë u shtuan në Medinë dhe fliçin Qurayshët Mekë, munafiqin të Medinë dhe hebrejt e bën çështje të madhe. Ju e keni lënë kiblen e njerëzve besimtarë dhe njerëzve të cilët kanë libër dhe i thtar të librit, keni shku ka kible e mushrikëve. Nga se hebrejt dhe të krishterët nuk e marrin konsiderat dhe nuk e pranojnë që Ibrahimi a.s. është ai i cili ka ndërtuar Qaben. Andaj ju thoshin muslimanëve, ju jeni bë mushrika, sikur se këto tjerë. Ju keni qenë njerëz cilët pretendojnë pasimin e pejgamberëve, për një moment u bët mushrika me pasimin e kibles së re. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar këtë shqetësim të tyre dhe këtë kritik të vazhdueshme nga ana e hebrejve të Medinës për këtë lëvizje. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Innahum la yahsuduna ala shay'in kama yahsuduna", për 3 gjëra. Ata nuk na kanë hased, nuk na kanë zili, sikur se na kanë zili për 3 gjëra. Maksimumi i zilisë së Benu Israilve për muslimant është në 3 gjëra. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. E para për xhuman, drejt së cilës Allahu na ka udhëzuar dhe ata i ka lënë anësh. Allahu neve na ka dhënë xhuman, atyre ju ka dhënë çfarë? Jo me sept të shtunën, apo? Neve na ka dhënë xhuman. Andaj festa e muslimanëve është e xhumaja. Festa e hebrejve është e shtuna dhe festa e të krishterëve është e diella. Andaj thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, sendi i parë që ata na kanë zili është dita e xhumas, që festa jon është përpara festave të tyre. E dyta, thot pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam, wa ala al-qiblati allati hadana Allahu laha wa dallu anha, dhe për qiblen drejt së cilës Allahu na udhëzoi dhe ata devijuan. Ata kanë deviju
nga se nuk e kam pranuar që Ibrahimi a.s. e ka ndërtu këtë shtëpi të Allahu xhelle xhelalu. Dhe e treta, për thënien ton pas imamit në namaz, amin. Edhe këtu na kanë zili. E kuptoni shqetësimin e këtyre njerëzve? Në sende të cilat duken shumë private, shumë individuale, në këtë send ka zili. Në kiblen tënde, në festën tënde javore dhe në namazin tënd kur thuti pas imamit amin. Çka? Ta ka zili inatak. Hadithin e ka shënuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Ndërsa reagimi i besimtarëve vëllezër ishte krejtësisht ndryshe. Besimtarët e pam se si reaguan namaz, pa asnjë muhabet. Me njerë u këthyn ka kible e re. Po kishin një breng, një gajle. E dini që është gajle atine? Namazi. Cili namaz? Namazi që e kemi falë deri sot. A dhe na e bojë Allahu kabul apo jo? Dhe namazi i vlezërve tonë që ka ndru jetë për para disa ditve dhe muajve. A të va pranoj Allahu namazin atyne? Apo nuk va pranon? Kjo është gajle e besimtarit. Në gjithë shka, në gjdo matematik, në gjdo mendim, në gjdo kalkulim të besimtarit në këtë dynja, namazi është kalkulimi i parë dhe i fundit. Me namazin kalkulon kohën e vetë dhe orarin e ti. Me namazin kalkulon udhtimet e tia. Me namazin kalkulon takimet e tia. Para namazi, mbas namazi. Po shkova miki namazi, ose se miki namazi. Kjo është kalkulimi i besimtarit. Se unë jam takim me Allahun. Takimet me njerëzit tjerë, angazhimet tjerë, këto janë dorës së dytë, së tretë, së katërt, e kështu me radhë. Mirë, po besimtari i bën këto kalkulime. E këto sahabe bën këtë kalkulim. O Allah, ne u kthym ka kible e re, po namazet e vjetra, çka bëmë ato? A na i pranon Allahu apo nuk na i pranon? Dhe shumë prej sahabeve këtë ndjenje kanë mbartë mbrenësinë e tyre dhe nuk e kanë shfaq derisa Allahu ua ka shfaq atyre këtë gajle dhe këtë breng. Thot Allahu Jalla wa Ala: "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibay." Dhe ne Muhammed nuk ta bënëm ty kiblen vetëm se për ta ditë kush prej tyre do ta pason të dërguarin e Allahut ose do të kthehet në rrugën e në avazin e tij të vjetër. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah." Edhe pse ishte vepër e rëndë, ky pasim nuk ishte sendi lehtë. Ne e di pikurin ato u fal. Me një namaz, me një fjalë. Thot Allahu, kjo është shumë e vështirë. Vështirësia e dini ku duket vëllezër, se ka të bëjë me adhurimin më të madh që e bëjmë ne për Allahun, kjo e para. E dyta ka të bëjë me një trashëgimi kulturore fetare tek arabët të cilët Kaben e madhronin shumë dhe ata në fillim kur e pranuan Islamin u falshi ka Bejt el Maqdis. Andaj ne prej fillim e kemi thyr kët. Tash duhet kthehemi tek e vjetra. Dhe e treta është presioni i vetë shoqërisë ku ata do të jetojnë ose ku jetonin. Të gjithë do të bëjnë presion. Pse jeni kthy nga kibli e vjetër. Andaj thot Allahu: "Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah." Nëse kjo është vepër shumë e vështirë, për ata të cilët janë të udhëzuar. Udhëzimi është ai i cili e lehtësoi ndryshimin e kibles tek sahabët në sekond. Jo aftësitë e tyre, jo muskujt e tyre, jo urtësia e tyre. Udhëzimi është ajo i cili i bën këto ndryshime drastike në jetën e besimtarit. Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allahu ai që mërzitet për namazin e tij. Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allahu nuk e humb namazin tuaj. Allahu këtu namazin nuk e ka emërtuar namaz. E ka emërtuar iman. Dhe Allahu nuk e humb imanin tuaj. Ki e gajle për këtë iman dhe raportin tënd me Allahun, Allahu s'ta humb vëlla. Veç i sinqert. Ki gajle dhe kujdesu për namazin tënd, se kjo është litari më i fortë mes teje dhe Allahu xhelle xhelal. Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Qetësohuni, rahatoni. Mos u sikletoni se Allahu s'ta humb imanin. Vazhdon Allahu dhe thot: "Inna Allaha bin nasi la raufur rahim." Dhe Allahu ishte rauf i butë edhe rahim dhe gjithë njerëzve. Por këtu Allahu veçon besimtarët. Butësia e së cilit është duk në atë se Allahu ka pranuar namazin e së kaluarës dhe u pranon namazin e rin drejt kibles së re. Thot Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala. Dhe disa dietar thot kanë thënë:
se të parët nga muhaxhirin dhe ensart, të cilët u falën në drejtim të dy kibleve, janë njerëzit më të mirë të këtij ummeti. Ajo që i bën më të mirë është edhe fakti se janë falë në drejtim të dy kibleve. A ka njerëz tjerë që janë falë në drejtim të dy kibleve? Askush përpos tyne. Ai që e ka pranuar Islamin në vitin e 3 të Hijretit, është falë ka kible e vjetër? Ja. Ai që e ka pranuar Islamin në ditët e fundit të jetës së pejgamberit Allahut, alayhi salatu wasalam, ai ka këtë veçori? Nuk e ka. Andaj thot njerëzit të cilët e kanë pranuar Islamin deri përpara ditës së ndryshimit të kibles dhe që janë falë ka dy kiblet, këto janë më të veçantë nga gjithë njerëzit. Dhe realisht nëse shohim kush janë prijësit e sahabeve dhe ajo elitës së sahabeve, do t'i gjejmë njerëzit të cilët e kanë pranuar Islamin përpara vitit të ditë të Hijretit. Në përgjithësi, kush ka ardhur pas kësaj dhe ka arrit pozitë lart tek sahabët është përjashtim. Nëse ka arrit pozitë lart, në përgjithësi njerëzit më elitar tek sahabët janë ata të cilët kanë qenë musliman përpara ndryshimit të kibles. E thash unë që ky ndryshim i kibles do të lë pasojë në disa rrafshe. E para, në rrafshin politik. Pse? Nga se Kudsi ose Bejt el Maqdis nuk do të ketë shenjtërinë që kishte te ky grup i ri fetar që banonte në Medinë. Dhe hebrejt të Medines nuk i kishin ortak muslimat në drejtimin e tyre gjatë lutjeve të tyre. Këto u kthyen Kaqabja, e cila në atë kohë ishte kiblja e gjithë arabëve. Andaj do të ketë ndryshime me një në rrafshin politik. E dyta, do të ketë ndryshime në rrafshin historik. Pse? Për shkak se do të nxjerrë në pa rëndësinë e ndërtimit të Qabes, të cilën e ka ndërtuar Ibrahimi a.s. Fakt të cilin e kanë fshehur idhtarët e librit. Andaj në librat e tyre nuk gjen që Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. kanë ndërtuar shtëpi të shenjtë sikurse është ndërtuar Bejt el Maqdis. E treta është do të ketë ndryshim në rrafsh ushtarak, se është selam për banorët e Mekës dhe Kurejshët, se ne do t'ja mësojmë Mekës kur atëherë. Jo se vetëm i kemi shtëpitë tona aty. Kjo po se po. Ajo është vatani jonë dhe ju na keni dëbu nga ky vatan. Por se tashmë ne kemi kiblen tonë në Mekë, Qaben, dhe kur atëherë ne synojmë çlirimin e këtij vendi. Kur atëherë ne do të synojmë çlirimin e këtij vendi dhe do të vjen çlirimi 8 vite pas ndryshimit të kibles. Edhe treta është se kjo ka patë ndikim në rrafshin fetar, ajo se arabët deri atëherë krenoheshin me përkatësinë e tyre në fenë e Ibrahimit a.s. E pejgamberi Allahut sa i thotë juve, ju përkatësinë e keni të rrënjshme. Dhe el hanifije, feja e drejtë e Ibrahimit a.s. është fenë të cilën njeriu nuk adhuron dikë tjetër me Allahun. Po kthehet ka kibla, ka Qabja. Megjithatë nuk mjafton vetëm drejtimi ka Qabja. Do të drejtim ka Qabja, pastrim të imanit, dëlirësi të zemrës së njeriu dhe shpirtit të tij, dhe ç'është më e rëndësishme largim nga çdo gjë që i dhron Allahun xhelle xhelalu. Çështja e dytë vëllezër, e cila ndodhi 1 muaj pas ndryshimit të kibles, dhe e cila do të ketë gjurmë edhe në jetën tonë, është obligueshmëria e agjërimit Ramazanit. Deri në atë kohë është agjëru, por në forma tjera. Agjërimi Ramazanit do të obligohet në muajin Shaaban, 1 muaj përpara Ramazanit të vitit të dytë të Hijretit. Edhe obligueshmëria e Ramazanit do të vjen në 3 etapa. Allahu xhelle xhelaluhu do të obligon agjërimin e Ramazanit, mirë po do t'ju jep njerëzve zgjedhje, alternativ. Ose agjëro, ose shpaguaj për çdo ditë që e ke prish agjërimin duke ushqyer një të varfër. Cilën do e zgjedh? Ose agjërojsh dhe fiton sevape, ose shpaguon edhe këtu fiton sevape. Mirë po me ditët e para të Ramazanit do të derogohet ky urdhër me një urdhër tjetër. Cili është urdhri? Do të obligohen të gjithë të agjërojnë me fjalën e Allahut, "Femen shahida minkum ash-shahra falyasum", dhe kush prej juve e ka mri muajin, e ka dëshmuar hyrjen e muajit, le të agjëroj. S'ka të paguish ose të agjërojsh. Të gjithë duhet të agjërojnë. Dhe të gjithë agjëruan. Vetëm se koha për të bërë syfyr, për të ngrënë ushqim, për të bërë marrëdhënie intime, ishte tepër e shkurtë. Ishte mes akşamit dhe yatsis. Dhe njeriu hante dhe pinte dhe mund bënte marrëdhënie intime në këtë periudhë të shkurtë. Pasi hynte koha e yatsis, u kry puna. Vazhdon agjërimi deri në akşamin e ditës së ardhme.
Dhe kjo ishte e vështirë për sahabet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ishin njerëz të punës, ishin njerëz të luftës, ishin njerëz të lodhjes dhe aktivitetit. Andaj Allahu xhelle xhelalu i sprovoi disa ditë me kët vendim nga ana e tij. Dhe Allahu më pas e derogon, dhe për këtë do me thonë janë përmend disa shkaqe. Është përmend se njëri prej sahabeve, i cili emrin e ka Ebu Qais ibn Sirmete, radhiyallahu ta'ala anhu, ka ardhur një ditë prej ditëve tek bashortja e tij nga puna e fizike që e ka punu. Dhe ka ardhur në kohë të akşamit, i agjerueshëm në Ramazan, ka thonë hel min ta'amin, a ka të ham diçka, ka thonë nuk kam kur gjë. Çkuj të marr prej dikujt. Dhe ky sahabe i lodhur nga puna fizike e ze xhumi. Dhe kur kthehet gruaja e tij me ushqim, thot, e pas ka zonë xhumi. Edhe ky rast dhe një rast i një sahabiu tjetër mrin tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam i vjen keq për gjendjen e sahabeve të tij. Dhe Allahu e sheh gjendjen e tyre. Mirë, po asnjëri prej tyre nuk kanë kohët. Se o Allah shumë kohë shkurt është. Asnjëri prej tyre. Megjithatë Allahu i din ndjenjat e tyre, Allahu i din kërkesat e mbrëmshme të tyre, dhe Allahu e derogon këtë formë të agjerimit në formën e agjerimit të cilën ne e dim sot. Uhilla lakum lejlata as-siyami rafathu ila nisaikum. Juve ju është lejuar që netët e agjerimit që të bërni një marrëdhënie intime me gratë tua, deri te kur thot Allahu وَكُلُوا وَاشْرَبُوا hani dhe pini hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr, derisa t'ju bëhet i qartë peni i zi nga peni i bardh i agimit të mëngjesit. Do me thënë, kur t'y agimi mëngjesit, koha e sabahut ose imsaku çka quhet tek ne, atëherë do me thënë ndërprit në ngrënien edhe pijen tuaj. Dhe me kët agjerimi nga kjo kohë është bë agjerim të cilin e kanë agjeruar muslimanët, sikur se agjerojmë edhe ne sot e kësaj dite. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka agjeruar 9 Ramazane. Ky ka qenë Ramazani i parë, dhe pas kësaj ka agjeruar edhe 8 Ramazane tjera, derisa ka ndruar jetë alaihi as-salatu wassalam. Do të vazhdojmë ligjëratën e ardhshme me disa gjëra tjera të cilat kanë të bëjnë me vitin e dytë të hijretit, kryesisht me muajin e Ramazanit, dhe me fillimin e betejës më të madhe të muslimanëve, ajo është betejë e madhe e Bedrit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.